Disa lutje të fuqishme të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Padyshim që Muhamedi alayhi salam është njeriu i cili më së miri ka ditur që ta lusë Allahun fuqiplot. Andaj çdo besimtar dhe besimtare duhet ta ndjek atë se si dhe me çfarë e ka lutur Zotin e Madhërisëm Muhamedi alayhi salam. Po paraqesim disa nga lutjet apo duat që i ka bërë pejgamberi alayhi salam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu tregon, kur i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salam nisej për në xhami, thoshte: O Allah, bëj dritë në zemrën time, bëj dritë në shikimin tim, bëj dritë në dëgjimin tim, më jep dritë në të djathtën dhe të majtën time, më jep dritë nga lart, nga poshtë, nga para dhe nga mbrapa meje, më jep mua dritë. Muadhi radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salam më kapi për dorë dhe më tha: O Muadh, betohem në Allahun se të dua shumë. O Muadh, të porosis që kur të mos i lësh pa thënë këto fjalë pas çdo namazi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allahu im i dashur, më ndihmo që të përmend, të falenderoj dhe të adhuroj në formën më të mirë. Allahu im, ma mbroj trupin tim nga sëmundjet, ma mbroj dëgjimin tim nga sëmundjet, ma mbroj shikimin tim nga sëmundjet, s'ka Zot tjetër përveç teje. Allahu im, kërkoj strehim të ti nga uria, se vërtet varfëria është më i keqe dhe kërkoj strehim të ti nga tradhtia, se është vesi më i keq i brendshëm. O Zoti im, unë jam robi yt e biri i robit tënd dhe i robreshës sate. Balli im është në dorën tënde. Dispozitat tua mbi mua i pranoj. I drejt është gjykimi yt mbi mua. Të lutem me çdo emër me të cilin e ke emëruar veten tënde, ose që e ke zbritur në librin tënd, apo ja ke mësuar dikujt prej krijesave tua, apo që e ke mbajtur të fshehur në diturinë tënde. Bëje Kur'anin pranver të zemrës sime dhe dritë të gjoksit tim, shëndritje për pikëllimin dhe largim nga dëshpërimi. La hawla wala quwata illa billah. S'ka ndryshim e as forcë përveç se me dëshirën e Allahut. Kjo lutje është shërim për 99 sëmundje, ku më e lehta është brenga. Në një tjetër hadith transmetohet se Muhamedi alayhi salam ka thënë: kjo lutje është nga thesaret më të mira të xhennetit, andaj ju përsëriteni sa më shpesh.